Prokuria e posaçme ka dhënë njoftimin zyrtar sa i takon një operacioni të nisur këtë të martë në vendin tonë ku janë miratuar 8 masa sigurie nga gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe pikërisht nga gjyqtarja Floriera Davidi. Në fakt, në këto 8 masa sigurie bëhet me dije se janë lëshuar për Ergy Sagasin dhe Ermal Beqirin në masë sigurisë arrest në Burg, që sipas informacioneve janë të pa ekzekutuar, arrest shtëpie Mirlinda Kërçanaj dhe Hava Delibashi, që është drejtoresha e Akshit dhe zëvendës drejtoresh e këtij institucioni mjaft të rëndësishëm, pezullim nga detyra dhe ndalim për të dalë jashtë shtetit për Erion Ismailin dhe ndalim për të dalë jashtë shtetit për Andis Papën, Gëzim Hoxhën dhe Robert Rytën. Sipas prokurisë së posaçme, e cila ka hetuar këtë rast, bëhet me dije se indicjet i ka marrë pikërisht nga heqja e palishme e lirisë të një nga biznesmenët të cilët fitonte tendera pranë institucionit të Akshit, Geron Meqe, që sipas prokurisë së posaçme ai ishte marrë peng nga Ergy Sagasi dhe Ermal Beqiri, pikërisht për t'u tërhequr nga prokurimet publike dhe që me kompanitë e tyre të jenë të parët të cilët të fitojnë tendera pikërisht nga institucioni i Akshit.